Për menun tuaj të nesërme ju propozojmë që për pjatë të dytë të përgatisni gjuhë në salsë royal. Për përgatitjen e këtij specialiteti për 4 persona ju nevojiten këto prodhime: 1.5 kg gjuhë lope, 1 litër kos, 200 g shampinjona të prera të marinuara, 5 vezë, 6 kastraveca turshi, rreth 10 kokra piper të zi, 1 lugë bollgur, 1 lugë erza të përzjera, 100 g kaçkavall, 200 ml verë bardhë, 2 thelpinj hudhër, 2 gjethe dafine, majdanoz, gjysmë lugë kafeje sodë buke, vaj, krip dhe piper i zi. Koha e nevojshme për përgatitjen e gjuhës në salsë royal është 150 minuta. Në tenxhere me ujë në zjarr vëm gjuhët. Shtojmë gjethet e dafinës. Në tenxhere hedhim kokrat e piperit të zi. Hedhim krip. Tenxherën e mbyllim me kapak. Gjuhët i lëm të zjejnë për 1 orë. Gjuhët e zjera i nxjerrim nga tenxherja dhe i qërojmë. Në tavën e qeramikës hedhim vaj. Gjuhët i presim në copë. Copët e gjuhëve i vëmë në tavën e qeramikës. Në një enë të thellë vëmë kosin. Në enë thyejmë vezët. Përziejmë etelin e kuzhinës derisa të bashkohet kosi me vezët. I shtypim thelpit e hudrës dhe i hedhim në enën me kos dhe vezë. Kastraveca turshi i presim në copë. I vendosim në tavën e qeramikës. Në tavë vëmë edhe shampinjonat e marinuara. Në tavë hedhim edhe verën e bardhë. Në enën e thellë me kos dhe vezë shtojmë bollgurin. Hedhim edhe 1 lugë erza të përzjera. Hedhim edhe sodë buke. Gri majdanozin. Majdanozin e grire hedhim në tavën e qeramikës. Në enën me kos dhe vezë hedhim nga lëngu në të cilin zjenin gjuhët. Përziejmë etel kuzhine. Për mbajtjen nga ena e thellë derdhim në tavën e qeramikës. Tavën e vëmë në furrë. Pjekim 60 minuta në temperaturë 230 gradë. Tavën e nxjerrim nga furra. Në anën e shpesh të rende zgrim kaçkavallin. Kaçkavallin e grire hedhim në tavë. Tavën e kthejmë në furrë për një kohë të shkurtër, sa për të shkrirë kaçkavalli.
Tavën e nxjerrim nga furra. Gjethet e sallatës së shile i coptojmë dhe i vëjmë në një enë të thellë. Repkat e kuqe i presim në feta të holla. Fetat e repkave i vëmë në enën me sallatën jeshile. Hedhim vaj. Hedhim uthull molle. Krip. Dhe përzjejmë sallatën. Pastaj, me lugë nga gjua në salsë royal, vëmë në pjatën për servirje. Në pjatë, vëmë edhe sallatën. Me këtë pjatë rekomandohet vera e thatë e kuqe cilësore e llojit vranshme, ngjyrë të rubinit të errët dhe të kuq dhe me aromë të kumbullave të thata, manaferave dhe rushit të thatë. Serviret në temperaturë prej 16 deri në 18 gradë. Ju bëftë mirë.